Faleminderit. Tani sipas indeksit global të krimit organizuar për vitin 2025 publikuar nga Iniciativa Globale kundër krimit organizuar transnacional, Shqipëria rënditet ndër vendet me nivelin më të lartë kriminalitetit në Europën juglindore, me një mesatare kriminaliteti prej 5.2. për sa i përket raporteve ndërkombëtare. Raportet ndërkombëtare ka bërë Europoli. Raportet ndërkombëtare ka bërë Departamenti i Shtetit Amerikan, të cilat deklarojnë se në Shqipëri kartelet kontrollojnë gjithçka. Mjafton dosja Metamorfoza, të cilën dje filluat lirimin e pjesëtarëve të grupit kriminal Gjoka, që me Olti Bistrin. Për sa i përket sigurisë, policia e cila financohet sot me këtë buxhet, siç thanë, me financimin më të lartë, për 1 orë e gjys në aeroport nuk gjendeshe asnjë polic. Për 1 orë e gjys në aeroport nuk ishte asnjë efektiv policie, asnjë ushtarak, asnjë pjesëtar të shërbimit informativ. Pse? Sepse ajo ishte një vrasje për të cilën shteti ishte brenda. Pse sot këtu nuk diskutohet për këto? Pse nuk diskutohet që Departamenti Amerikan i Shtetit deklaroi se Sinaloa flen në zyrën e kryeministrit? Atje e shpallin organizatë terroriste, kurse ju këtu e shpallni biznesmen. Atje e shpallin organizatë terroriste, kurse ju këtu e fusnin kryeministri dhe na flisnin për buxhetin. Cilës polici po ja jepni buxhetin? Policisë Ilir Prodës, policisë që ishte në makinë me Gilman Dodanin e Shullazit, asaj policie do t'ja jepni buxhetin. Çfarë? Që të garantoni që të krimit vazhdoi pa shqetësuar. Po çfarë po e jepni buxhetin kësaj policie? Që të garantoni që të heshtin kur krimi merr çdo centimetër të Shqipërisë në dorë. Po pse nuk keni hedhur buxhet ju për hetim financiar për këto kulla? Pse nuk keni hedhur ju buxhet për hetim financiar për kullat të cilat denoncon edhe vetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Pse nuk keni hedhur ju buxhet kur edhe dumani juaj ju a thot se këtu nuk më vjen asnjë ankesë, asnjë problem për çështjet e krimit organizuar dhe të kullave dhe të pastrimit parave. Dumani që ju mbështesni më së shumti thot që kjo polici nuk i arreston, nuk i merr banditët për cilët ka fletarreste. Plot 241 fletarreste për grupet kriminale më të rrezikshme në Shqipëri. Urdhroni. Personi I cili hetohet, industrinë e ndërtimit e përdorte për të pastruar paratë të grupeve të ndryshme kriminale. Tjetër, edhe sa takon, po çikosh për shembull ku janë gjeografinë e pasurive të sekuestruara dhe të konfiskuara në Durrës, në Sarandë. Dumani juaj deklaron se tatimet e juaja, se agjencitë e para që duhet fillojnë hetimin për këto vjedhje dhe për pastrimin e parave të drogës në Shqipëri, nuk ndërmarrin asnjë hap, por fshihen. Kjo akuzë për kë është? A nuk është për këtë qeveri? Para 2 ditësh, prokurori I cili ka hetuar Toyota Yarisin në Belgjik është kërcënuar nga mafia shqiptare. Dini gjë ju kush ishte nga ata kartelet që e ka kërcënuar? Vetëm 2 ditë pasi ai deklaroi që ka të dhëna të reja për Toyota Yarisin. Prokurori Galtieri deklaron nga Italia, nga antimafia, se në Shqipëri kartelet shqiptare janë të vetmet që pastrojnë paratë e tyre në vendin e origjinës, sepse këtu ata kanë siguri. Investitor strategjik, si ai që keni nxjerrë në Ksamil, që erdhi nga Dubai, 45 milion euro, me duar në xhepa, del një hotel I ri. Ku janë buxheti për t'i hetuar këto çështje? Zero buxhet. Ju e keni lënë shërbimin informativ pa buxhet. 10% të buxhetit policisë shtetit ka shërbimi informativ. Pse? Sepse s'keni plan të parandaloni krimin. S'keni plan të bëni gjë për krimin. Ju keni vetëm plan të zgjidhni punët tuaja. Ndaj dhe ky buxhet kaq I madh, ky buxhet kaq fantastik,
ka që jashtëzakonshëm. Po si ka mundësi që gjithë ky buxhet, nga e morët ju? Ku e morët këtë buxhet? Ju keni buxhetin më të madh sepse keni taksat më të larta në rajon. Ju keni buxhetin më të madh sepse taksoni shqiptarët më shumë se që janë taksuar çdo herë tjetër. Dhe çfarë bëni me këtë buxhet? Ja jepni Ministrisë Infrastrukturës dhe Energjetikës 70%, ndërkohë që kjo ministri gjysmën e administratës e ka në burg dhe shefen e vet e ka të pandehur pikërisht për vjedhje dhe abuzime në buxhet. Ndërkohë sigurinë e lini pa buxhet. Keni buxhetin më të ulët në rajon për sigurinë. Keni buxhetin më të ulët në rajon për arsimin. Keni buxhetin më të ulët në rajon për shëndetësinë, po keni buxhetin më të lartë në rajon për Ministrinë e Infrastrukturës dhe të Energjetikës. Pse? Sepse aty vidhni më lehtë. Aty vidhni më mirë, me tunele, me rrugë, me energji, me gjithçka. Ju këtë buxhet e keni marrë për ta vjedhur. Ju këtë buxhet e rrisni që të vidhni më shumë, duke ngrënë Vjenoreksi. Tani pan 50 milion euro të Belinda Ballukut, është shtuar rradha kush do kapi 60 milion. Sepse ju jeni në garë me njëri tjetrin, kush i vjedh më shumë qytetarët shqiptarë. Nuk ka ngjuar në asnjë vend të botës që të ndodhi një ngjarje kaq e rëndë, siç është ngjarja e aeroportit, siç është vjedhja me tunelin e Llogaras, siç është fakti që Sinaloa, karteli më i rrezikshëm botë, hyn në kryeministri dhe mos çohet një ministër, mos çohet një deputet, thot një gjysmë fjale. Pse se thoni? Sepse jeni pjesëtar në krim. Jeni bashkëpunëtor në krim. Kur ju heshni, ju bëheni pjesë e krimit organizuar. Ju bëheni pjesë e karteleve. Ju nuk keni hallin e qytetarëve. Ky buxhet është prova që s'keni hallin e qytetarëve. Që nga momenti që këtë buxhet e jepni te një ministri që është e garantuar që do t'i vjedhi. Që nga momenti që e jepni këtë buxhet te një ministri që është aktualisht në hetim. Dhe vim dhe të flasim këtu se kemi buxhetin më të madh, kemi rritur pensionet. Cilat pensione keni rritur? E vetmja gjë që keni rritur ju është kostoja e jetesës. Ju keni rritur koston e jetesës për shqiptarët si asnjë qeveri tjetër. Pse? Vetëm për ato kullat, atyre karteleve, ju i merrni miliona euro vetëm për zbardhjen e lejes, që i kanë në mënyrë direkte Edi Rama. Vetëm për zbardhjen e lejes, ju i merrni miliona euro. Kush e menaxhon atë buxhet? Edi Rama. Ekskluziviteti i kryeministrit ka bërë ligj apo stafat që me lejet e kullave të merret vetëm ai. Pse? Sepse i do të gjithë aparat për vete. Dhe nuk është ngopur me kaq, por është kujdesur që të gjejë dhe narko-arkitekt, si Boljeri që është sot në hetim pikërisht për këtë punë. Tashi në datën 23 do të bëhet një gjyq në Itali. Keni një mikun tuaj atje. Njeri që do vinte me dragetën t'i investote 100 milion euro në ndërtim Shqipëri. Në datën 23, ai ka gjyqin, do i shkoni në gjyq. Do i shkoni ta mbroni siç e mbronit këtu para disa vitesh. Galon. Do shkoni ta mbroni atje, siç akuzonit opozitën që shpifte. Kur tani e ka marrë prokuroria italiane, kur tani e ka gjyqin në apel. Përfaqësuesit e ndragetës që ju i sollet tu si biznesmen. Ku i ka policia këto çështje? Policia është e zënë. Po, duhet të prishi shtëpia, duhet të prishi lokale, qytetarëve. Kurse kullat e ndragetës, kullat e Sinaloas ngrihen çdo ditë, rezortet e tyre ngrihen çdo ditë. Çdo raport ndërkombëtar ju tregon se pjesa më e madhe e parave, pjesa më e madhe e karteleve drogës po i pastrojnë paratë e tyre pikërisht në turizëm dhe në ndërtim. Dhe pastaj shkojmë më tutje te siguria kombëtare. Flasim për mbrojtjen. Cilën mbrojtje? Dhe si e krahasoni me kohën e Partisë Demokratike mbrojtjen? Mund të kemi pas në shumë probleme. Po çohet njëri nga ju këtu të më gjej një repart ushtarak të mbjellur me drogë në kohën e Partisë Demokratike. Ju e morët mbrojtjen dhe e mbollët me kanabis repartet ushtarake. Vetëm 2 vite më parë, në 2023, zallher. Ju i morët repartet ushtarake dhe i vut në funksion drogës. Çfarë mbrojtje? Dhe është e turshme që këtu nuk vjen asnjë ministër, asnjë ministre dhe të flasi për gjendjen alarmante ku është siguria.
Zonja Balluku, keni fjalën për replikë. Tani do rrini apo do ikni nga salla se do flasun. Por kur flitet për vjedhje, Klevis Balliu unë duhet ta dëgjoni me vëmendje se ka ekspertizë si askush në këtë botë. Është rritur në një familje ku vjedhja ka qenë pjesë e edukatës familjare, pasi është rasti unik në Shqipëri kur tezja e tij ose kunata e dashura kunat e Farib Balliut ishte sekretare e përgjithshme e Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sporteve dhe në ndërkohë njëkohësisht administratore e Alpin Bau, një kompani e sajuar me një sërb, Slobodan e kishte emrin si gjithë sërbët, dhe nga ana tjetër, zonja, sekretarja e përgjithshme e Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Blegina Agolli e dashura kunat e Farib Balliut, tezja e Klevisit, ju them dëgjojeni Klevisin kur flet për vjedhje se është i masterizuar, ja kanë bërë që të vogël edukatën në shtëpi, ishte dhe administratore e një kompanie e cila merrte tendera infrastrukture nga fondet e shtetit. Sekretari i përgjithshëm i një ministrie aplikonte si administrator dhe merrte fonde. Merrte fonde 150 milion euro, të cilat i ka ngrënë, shpresoj, bashkë me Klevisin që flet kaq bukur për vjedhjen sot. Rasti unikal në Shqipëri. Dhe nuk e di me cilën fytyrë shtyp mikrofonin, me cilën fytyrë dele flet aty, po të kishte qenë spaku në kohën e tezës tënde, do ishte me siguri akoma në burg sot. Ministri Demo, keni fjalën. Zoti Ervin Demo. I nderuar kryetar, të nderuar kolegë deputet, në fakt do doja të... E ka fjalën Ministri Demo, të lutem. Ministri Demo, ju lutem vazhdoni, më pas, më vonë. Të nderuar kolegë, do doja së pari të falenderoja të gjithë trupën e emergjenca civile dhe gjithë strukturat e bashkive në vend, duke filluar nga veriu në jug, për sa i përket përballimit të situatës. Të lutem uluni. Mos shfrytëzoni, ju lutem, Zoti Balliu, mos shfrytëzoni pozicionin që jeni në fillim. Nuk ka replik në replik, uluni, ju lutem. Jo, e ka marrë fjalën Ministri Demo. Ju lutem, ju tërheq vëmendjen për fjalorin, ju lutem uluni. Ju lutem uluni, fjalën e ka Ministri Demo. Ju lutem uluni. Ju lutem, respekto kodin e etikës, uluni dhe fjalën e ka Ministri Demo. Nuk keni për ta marrë fjalën tani, Zoti, ju lutem, fjalën e ka Zoti Demo. Zoti Balliu, uluni dhe do ta merrni fjalën pas ministrit. Ju lutem uluni. Ministri Demo po flet. Zoti Balliu, edhe një herë ju tërheq vëmendjen, uleni volumin, ju lutem, dhe uluni, do ta merrni fjalën mbas fjalës së ministrit. Po dalë mbaj që kuaj do burë mbaj. Zoti Balliu, ju lutem, po tentoni që të prishni seancën plenare. Ju lutem, uluni. Jo, nuk do ta merrni tani fjalën për procedurë. Tani e ka marrë fjalën Ministri Demo. Ju lutem, siç e ka rregulloria, fjalën e ka Ministri Demo. Më jep fjalën siç e ka rregulloria për procedurë. Më jep fjalën tani.
Zoti Balliu, në bazë të nenit 64.1 ju tërheq vërejtjen. Zoti Balliu, ju lutem mos më detyroni që të kaloj në heqjen e drejtës fjalës. Ju lutem uluni në vendin tuaj. Atëherë Zoti Balliu, në bazë të nenit 64.2, ju heq të drejtën e fjalës. Zoti Balliu, ju kam hequr të drejtën e fjalës. Zoti Balliu, ju lutem uluni, ju kam hequr të drejtën e fjalës. Zoti Balliu, ju lutem uleni, mos prishni seancën. Zoti Balliu, ja kam dhënë fjalën ministrit Demo. Keni marrë vërejtje në bazë të nenit 64.2 me heqjen e të drejtës së fjalës. Ju lutem uluni në vendin tuaj, mos e prishni seancën.